Sot do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, shumë të ndjeshme dhe por njëkohësisht është shumë alarmante në shoqërinë tonë, është tema për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe spektrin autizmit. Ajo nuk është një sëmundje, por një botë ndryshe. Një mënyrë ndryshe të perceptuarit dhe të komunikuarit. Dhe ajo që duhet më shumë këtyre fëmijëve nuk është keqardhja, por është kuptimi, dashuria, mbështetja dhe mundësia reale për një zhvillim. Për të folur më konkretisht për rolin e qendrave për punën profesionale, fëmijët dhe sfidat e prindërve dhe për rëndësinë e ndërhyrjes së hershme, sot kemi të ftuara edhe zonjat pikërisht të qendrës Fluturo me jetë, Eldën dhe normalisht kolegen e saj, të cilat punojnë me përkushtim dhe zemër të madhe për fëmijët me nevoja të veçanta. Mirë se erdhët dhe është një kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi në studio. Faleminderit që erdhët. Do fillojmë në fillim, na tregoni shkurtimisht për çfarë qendre bëhet fjalë dhe cili është misioni kryesor i qendrës tuaj. Atëherë, qendra është Fluturo për jetën. Ne vijojmë prej 7 vitesh që punojmë me fëmijë me nevoja të veçanta. Për herë të parë sollëm një risi në fakt në Maqedoninë e Veriut, ku sollëm programe që janë të licencuara nga amerikanët në bashkëpunim me Qendrën Aeronale të Autizmit në Tiranë, që kemi edhe një memorandum bashkëpunimi. Ndërsa për sa i përket misionit të kësaj qendrës, padyshim që është për të ardhur në ndihmë të gjithë fëmijëve me nevoja të veçanta, qofshin ata me autizëm, apo me Down syndrom, apo edhe me ngjese të tjera në zhvillim. Sigurisht që i vim në ndihmë jo vetëm fëmijëve, por edhe prindërve që kanë po aq nevojë sa edhe vetë fëmijët. Fëmijët, po. Sa fëmijë trajton momentalisht qendra juaj? Qendra në fakt që prej vitit të parë që është hapur dhe deri më sot ka me 10 fëmijë që kanë vijuar terapinë në qendrën tonë. Dhe aktualisht numri është po aty, domethënë me 10 raste të fëmijëve që ndjekin terapi. Cilat janë rastet më të shpeshta që ju vizitojnë? Në fakt kemi raste të ndryshme, por sigurisht që rastet më të shumta janë ata të autizmit, por që nuk lëm më njanë, le të themi, edhe raste të tjera ku janë rastet që kanë fëmijë probleme thjesht me disa artikulime të disa nga shkronjave apo ngjecje thjesht në të folur, por që nuk janë. Për të gjitha këto dyert i keni të hapur? Po, patjetër. Domethënë nuk ka vetëm, ne nuk punojmë vetëm me fëmijë me autizëm, po punojmë me fëmijë me të gjitha nevojat e veçanta që secili mund të ketë. Secili nga ne po mund t'i ketë. Zonja Nordane, mirë se erdhët edhe ju edhe njerë. Si është një ditë juaj e zakonshme? Ditat fillohen prej mëngjes, prej në ora 8, me pritjen e fëmijëve. Më pas e shohim që fëmia si është momentalisht me emocionet e tyre. Më pas e shohim që a mund të punojmë programin siç duam ne, apo siç është fëmia emocionalisht. E shohim se është mirë me emocionet, e vazhdojmë programin. Nëse nuk është, vazhdojmë me anë të lojës. Me anë të lojës e shohim se si është fëmia, punojmë, por fëmija nuk e kupton se ne jemi duke punuar me atë. Do me thënë, ju pa tjetër që e shihni anën emocionale të fëmijëve, dhe nëse keni planifikuar diçka tjetër, do i përshtateni gjendjes momentale emocionale. Me këtë e vërtetoni se gjendja emocionale dhe fëmija është prioritet gjithçka që ka të bëjë me në qendrën tuaj. Ana emocionale normalisht ndikon shumë edhe në mënyrën se si ti pastaj qasës në pjesën e terapisë. Varësisht nga se si është fëmia dhe pastaj gjejmë metodën për të përshtatur edhe fëmijës nga ana emocionale për ta kyçur edhe në pjesën e programit. Kur jemi te metodat, cilat janë metodat më të veçanta apo kryesore që i përdorni për të punuar me këtë? Më kryesore janë apoterapia, që e përdorim më shumë, po, që përdoret më shumë për fëmijët me autizëm, por edhe kemi metodat senzorike, metodat motorike, që janë pikërisht për fëmijët, edhe në varet dhe problematika e fëmijëve çfarë ka. Në bazë të problematikave që ka fëmija, atëherë përshtasim edhe pjesën e zgjedhjes që mund t'i përshtatemi edhe neve me anë të trajtimit që do e bëni. Elda, sigurisht keni një farë lloj statistike, një numër se numri i fëmijëve me autizëm a shkon duke u rritur, a është i njëjtë me vite, si është gjendja? Në fakt nuk ka një statistikë për sa i përket Maqedonisë së Veriut se sa është numri aktual i fëmijëve me autizëm, por që vitet e fundit secila nga qendrat apo secila nga persona që punojnë me këta fëmijë, sidomos vitet e fundit është gjithmonë më shumë në rritje. E përmendë se cila nga qendrat, cilat janë sfidat më të mëdha që qendrat për fëmijë me aftësi të kufizuara më së shumti përballen?
Sigurisht që sfidat më të mëdha janë mungesa e mbështetjes, për thënë të vërtetën, sidomos kur bëhet fjalë për qendra që janë private, që janë me vetë financim, mbështetja në fakt, të themi të drejtën, mungon për secilin nga këto qendra. Do, kthehem pak te Jordania, më thuaj, e takon një fëmijë me aftësi të veçanta për herë të parë. Cila është sfida më e madhe në takimin e parë që ti je duke Sfida më e madhe është kontakti. Kontakti, komunikimi, fëmia, se krijon besimin ndaj teje, sepse sa e shoh fëmia që je më qetë, je më e sigurt, edhe ai është më sigurt me ty, e ka besimin më shumë, sepse nëse se ka besimin fëmia, atëherë nuk mund të punosh me atë. Po, e si mund të arrish një besim edhe një lidhje emocionale? Si e arrini këtë? Unë mendoj që lidhja emocionale më e madhe është që dashuria e fëmijës, që fëmia nëse e kupton se ti e ke dashurinë ndaj atij, atëherë e ka besimin më të madh ndaj teje. Përsëri lidhemi te ajo emocionale, gjithçka duhet të Gjithçka ndihet. lidhet, patjetër. Patjetër. Elda, më thuaj, çfarë shërbime ofron qendra më së shumti, terapi, edukim special, aktivitete, rehabilitim, krejt këto i keni të përfshira? Në fakt të gjitha janë të përfshira, por qendra normalisht që ofron shërbime terapeutike, që do të thotë neve punojmë çdo ditë nga hëna në të premte, nga 1 orë terapi individuale, me programe të licencuar, siç e thash më përpara, në bazë të problematikave që ka secili nga fëmijët. Por padyshim që ne për shembull në qendër kemi raste edhe të fëmijëve që kanë patur thjesht probleme në artikulimin e 1 apo 2 shkronjave që nuk kanë arritur dot të shqiptojnë, dhe në bazë të programeve logopedike, atëherë me terapi sigurisht që fëmia nisën edhe të artikulojë dhe ato shkronja që e ka patur të vështirë më përpara. Por në varësi të problemeve që ka secili nga fëmijët. Nga fëmijët, po. Për të arritur një sukses tek fëmijët, sa është e rëndësishme ndërhyrja sa më e hershme e fëmijëve me aftësi të kufizuara si dhe me autizëm? Sa më herët të ndërmerren masa aq më mirë? Padyshim që ndërhyrja e hershme është çelësi i suksesit të secilit nga fëmijët. Dhe gjithmonë edhe themi, sidomos në përdalje publike, që prindër duhet ta pranojnë sa më herët problematikën që mund të ketë secili nga fëmijët dhe ta drejtojnë drejt një specialisti. Sepse sa më e hershme është ndërhyrja tek ta fëmijë, aq më e shpejt le të themi mund të jetë edhe përmirësimi i sjelljeve apo i komunikimit apo edhe i ndërveprimit social me fëmijët e tjerë. Normalisht është çelësi i suksesit për të patur një avancim sa më të madh, është ndërhyrja e hershme. Nuk them që më vonë nuk është, por është më e ngadalë. Ma shumë punë ndoshta do duhet. Patjetër. I përmendë prindërit dhe vetëdijesimin e tyre. Sa tani janë prindërit të vetëdijësuar apo ende ekzistojnë ato tabu dhe ato paragjykime, apo ndoshta disa nga ata nuk duan ta pranojnë ndoshta edhe ndonjëherë realitetin? Në fakt, është bërë goxha punë, le të themi, për sa i përket kësaj teme dhe se si prindrit tani më qasen. Le të themi që prindërit e ri kanë më tepër informacion për sa i përket autizmit apo problematikave të tjera dhe le të themi janë më të vetëdijshëm dhe më të aksesueshëm për ta pranuar gjendjen e fëmijës. Por ka edhe nga të tjerë prindër që le të themi jo se nuk e pranojnë, po mundon të justifikojnë çdo sjellje, mundon se nuk ka folur, se do flasi, duke i krahasuar me të tjerët, por që normalisht kohëve të fundit, sidomos nëpërmjet mediave që kanë bërë rolin e tyre apo vetëdijeve shoqërore, sigurisht që kjo tani është më e pranueshme, le të themi, tek prindërit. A kanë fëmijët një krizë emocionale, për shembull, si reagoni ju nëse ata po kalojnë? E the në fillim që gjën e parë që e shef është si është gjendja emocionale. Çka nëse fëmia për momentin është në një gjendje emocionale të keqe apo ka një agresivitet? Ne mundohemi që fëmia mos ta kuptojë veten se është të i kalon një krizë emocionale, mundohemi të jemi më qetë, me anë të lojës që fëmia të jetë më rehat, më sigurt, që më lehtë të i kalon atë krizën emocionale dhe nuk e dim vetë se është duke të i kalu atë. Nuk e din se ju në fakt jeni duke e trajtuar. Më thuaj, a ekziston një rutinë tek këta fëmijë? Dhe a është e rëndësishme kjo? Tek fëmijët me autizëm, edhe sigurisht me fëmijët me aftësi të kufizuar, rutina është shumë e mirë për ata, është se ndihen më sigurt. Vetë se nuk ndihen sigurt, ato e hupin krejt atë rutinën, e hupin krejt atë emocionalitetin që mund të ndodhen në atë moment. Prishja e rutinës në fakt është një
humbje ekuilibrit të fëmijës. Secili nga fëmijët ka një rutinë të caktuar dhe qoftë një prishje sado e vogël të jetë ajo, i humbet këtë pjesën e të qenurit i ekuilibruar në raport me gjendjen emocionale apo edhe me të tjerët. A ka shenja dhe nëse po, cilat janë ato që e vërreni që fëmija ka një progres? E para e punës është kontakti me sy. Okej, ajo është kryesorja. Përqendrimi, sjelljet, apo gjestet si i vërim tek fëmia, çfarë i bën. Më pas edhe pjesa e komunikimit. Po, sa komunikon me ne, sa mund të jetë e varur te loja ose tek puna që jenë aty ke punuar, ose në varësisht edhe mund të jetë edhe me një libër, ja japim para, edhe e shohim a është përqendruar te ne, është tek libri ose dikun tjetër. Dikun tjetër, ku e ka fokusin? Në fakt, të gjithë fëmijët që kanë qenë në qendrën tonë, secili nga fëmijët ka patur një progres. Le të themi kush më shumë, kush më pak, varësisht edhe të problematikave që ka fëmia, por varësisht edhe se sa të kyçur janë prindrit për të punuar me të. Sepse neve një orë kemi në terapi, po pjesën më të madhe kanë prindrit në shtëpi. Po barën më të madhe, po. Elda, si po reagon shoqëria ndaj këtyre fëmijëve? A ka ende paragjykime? Për fat të keq ka akoma. Le të themi që është bërë një punë shumë e mirë për sa i përket sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë, normalisht sidomos viteve të fundit, por që ka akoma për të bërë. Le të themi se akoma paragjykohen të tillë fëmijë, por edhe familjarët e tyre. Por që kohëve të fundit, vitet e fundit, neve për shembull në qendrën tonë kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme për sa i përket sensibilizimit ndaj shoqërisë për t'i pranuar këta fëmijë, sepse dashje pa dashje janë pjesë e kësaj shoqërie dhe këtë nuk e themi vetëm ne, se kjo është globale, nuk është vetëm që na ndodh vetëm neve këtu edhe dhe sidomos që numri i fëmijëve shkon gjithmonë edhe më shumë në rritje. Dashje pa dashje patjetër duhet të ballafaqosh dhe ti pranosh patjetër si pjesën tonë. E pjesë e ynë, po. Kur jemi tek pranimi, sa është e vështirë që prindërit ta pranojnë këtë gjë dhe a qendra juaj a i ndihmon edhe prindërve pak ta kenë më të lehtë, ta përvallojnë më lehtë këtë situatë? Patjetër, kemi biseda pafund me prindrit që vinë për herë të parë që ka një fëmijë me një nevojë të veçantë. Sigurisht që gjithçka duhet nisur nga prindri fillimisht për ta pranuar dhe për të parë se ku është gjendja e fëmijës dhe se për t'i këshilluar se nëpërmjet terapisë fëmia mund të avancojë dhe për t'i dhënë disa dhe udhëzime se si ai mund ta menaxhojë në shtëpi, apo se si mund t'i mësojë një sjellje, apo t'i heqë një sjellje problematike. Patjetër që neve kemi një bashkëpunim shumë të mirë për sa i përket prindërve, siç thash edhe më parë se pjesën më të madhe fëmia e ka lënë në shtëpi. Barën më të madhe e ka, po, prindi, prandaj ata e kanë edhe anën emocionale se e shohin. Arrin normalisht kur ka komunikim nëpërmjet specialistit dhe prindrit, sigurisht që është në dobi të fëmijës dhe sigurisht fëmija nisën dhe avancon. Më thuaj Nurdane, a ndodh që një fëmijë mos flas fare? Po, ndodh. Çfarë ndodhet? Si punohet me këtë rast? Shumicën e rasteve ndodh që fëmia për herë të parë ka ardhur duke mos flasur asnjë tingull, por me një kohë të shkurtër ose të gjatë, mbaret edhe mund fëmia që duke punuar realisht si duhet, që e kena programin, fëmia nisën që të thotë nana, baba, mama, që janë fjalët e para e një fëmijës. Kemi patur raste në fakt në qendër që kanë ardhur fëmijë pa folur fare, siç tha edhe Nurdani, dhe sot madje para ca kohësh njëri nga prindrit na ka sjellur edhe një certifikat në notave që ai fëmia ishte gjitha me pesa, që do të thotë me një terapi të vazhdueshme, sigurisht që fëmia nisën flet, nisën të komunikojë, nisën të ketë sjellje të mira, është fëmijë social që mund bashkëveprojë edhe me fëmijët e tjerë, por që normalisht kjo patjetër duhet me kamgullsi, nuk duhet kamgullje, durim, përkushtim dhe mbi të gjitha shumë dashuri. Këtë punë, të themi të drejtën, nuk mund ta bëjë çdo kush. Këtë punë patjetër ti duhet kesh një dashuri shumë të madhe për të patur rezultat. Nuk është një punë si punët e tjera, po themi që okay, ulesh je në një zyrë, bën një punë edhe shkon në shtëpi.
kjo do patjetër shumë përkushtim, por mbi gjitha shumë dashuri. Shumë dashuri. Përmende më herët që nëpërmjet lojrave, nëpërmjet librit apo ndonjë aktiviteti tjerët, si ndikon loja pikërisht në aktivitetet kreative në zhvillimin e tyre? Loja ndikon shumë në zhvillimin e fëmijëve, sepse me anë të lojës ne mund ta kuptojmë se fëmia sa është e mvarur për veten, sa është e mvarur për kuptimin e vet, sa ndikon ajo loja në atë moment, sjellja, gjithë gjërat mund ta kuptojmë me anë të lojës, sepse kur jena duke punuar fëmia mund të refuzojë të punojë dhe ne nuk mund ta kuptojmë se cilën sjellje ose cilën zhvillim e ka më pas. Dhe më pas me loja ne mund ta kuptojmë aq më mirë se sa me programet që mund ta realizojmë. Me anë të lojës ti kupton edhe gjendjen emocionale të fëmijës, po mënyrën se si ai luan, a ka një lojë funksionale apo jo, apo mënyrën se si ai trajton lojrat. Do të thonë, pjesa e lojës padyshim që është një element shumë i rëndësishëm për sa i përket terapisë. Dhe ju këtë gjë e vëzhgoni shumë. Patjetër. Enda, a bashkëpunoni me shkollat për integrimin e fëmijëve në arsim? Patjetër. Nëse përmonda pak më para prindrin edhe specialistin, padyshim që edhe shkolla është një nga trekëndshe që e plotëson për të patur. Gjithmonë duhet të ekziston ai trekëndshi. Patjetër. Neve kemi bashkëpunim jo vetëm me shkollat që fëmijët tanë ndjekin terapi, kemi bashkëpunim me drejtorët, me mësuesët në ndihmës që i kemi verse fëmijët kyçur në shkollë edhe në inkluzion. Madje vjet kemi patur konferencë që kemi dedikuar edhe çështjes së inkluzionit. Kemi patur disa raste të fëmijëve që ndjekin terapi në qendër, por që janë edhe të kyçur në procesin arsimor dhe se sa ky trekënd është bashkëpunues, se sa rezultat ka patur tek fëmijët. Por këtu dua të theksoj se mësuesit ndihmës janë një ndër çelësat kryesorë për zhvillimin e fëmijës. Këtu në fakt doja të bëja një lloj kritike për sa i përket sistemit arsimor, sepse duhet patur parasysh që një mësues ndihmës nuk mund të jetë një mësues ndihmës nëse nuk është i përket kësaj lëmie, që do të thotë nëse nuk është defektolog. Nuk mundet një mësues ndihmës të jetë një mësues gjeografie apo një çfarëdo lloj drejtimi tjetër që nuk është i kyçur, patjetër duhet të jetë i përfshirë për sa i përket edukimit special që mund të t'i përshtatet dhe mund t'a kuptoj më mirë atë fëmijën se sa dikush tjetër. A cilat janë projektet apo planet të ardhshme të qendrës për të zgjeruar edhe shërbimet, pse jo? Neve në fakt tani jemi duke u përgatitur për konferencën e 7 qendrës tonë, që është konferenca 7 rajonale që neve e bëjmë në ditën e hapjes së qendrës, do të thonë kjo është bërë një ritual për 7 vite me radhë. Në fakt një nga gjërat e reja, risitë e reja që kemi patur këtë vit ka qenë edhe bashkëpunimi me prindrit që jetojnë jashtë vendit. Duke i ardhur në ndihmë me konsulta falas online për sa i përket problematikave që kanë fëmijët dhe vështirësitë që ata kanë në shtetet ku ata jetojnë. Jemi munduar të japim konsulta, këshilla apo dhe çfarëdo lloj gjëje që ata kanë patur nevojë për të ardhur në ndihmë fëmijëve të tyre. Dhe një nga gjërat që normalisht ty të bën të ndihesh mirë është pas disa kohësh kur ata të kanë komunikuar sërish dhe të kanë thënë jemi mbajtur atyre rregullave që ti na ke thënë dhe tani fëmia ka nisur të flas, fëmia ka bërë këtë sjellje apo ka hequr këtë sjellje, do të thonë që ka qenë le të themi një moment shumë i mirë dhe emocional shumë i bukur për edhe motivues realisht të jemi të sinqertë, sepse ndonjëherë të nevojiten ca fjalë të vogla për të pas motiv, dashuri dhe vullnet për të punuar. Patjetër. Mbi të gjitha shumë vullnet. Definitivist. Nurdane, zemër, a ka prindër që ndihen ndonjëherë edhe të lodhur dhe duan të dorëzojnë? Nëse po, si motivoni? Sigurisht se po, se shumica e prindërve ndihen të lodhur, sepse puna me fëmijët me nevojë të veçanta nuk është e lehtë. As për ne edhe për prindit është ende më rëndë. Më e vështirë po, sepse ata duhet edhe në shtëpi të përballen. Po, sepse fëmia është një orë te ne, por 23 orë janë te shtëpia. Edhe prindrit lodhen, bën gjeste, bën sende, ka kriza emocionale më shumë shtëpi se sa tek ne, tek qendra. Për atë ne mundohemi që prindërve të japim mbështetje më shumë, që të flasim, që të jenë më sigurt edhe ata me ne, që edhe fëmia në shtëpi të ketë një përgjigje të mirë ndaj prindërve.
sepse prindrit e kam pak vështirë anën emocionale, më shumë se sa anën tjetër që e kam fizike ose psiqike. Ne, në fakt, këtu doja edhe të kapesha pak, ne kemi themeluar në kuadër të qendrës, kemi themeluar edhe Klubin Nacional të Prindërve të Fëmijëve Special. Që do të thotë kur prindërit normalisht kanë le të themi kriza emocionale apo ndjen ndonjëherë të pasigur për zhvillimin e fëmijës apo për gjendjen e rënduar vetë të prindërve, sigurisht që neve kemi edhe konsulta, edhe aktivitete të ndryshme që i përfshijmë edhe prindërit e këtyre fëmijëve. A ka ndonjë rast më specifik që ju ka prekur më së shumti? Po. Okej. Ka pafund në fakt. Po fund. Unë si edukatore e re, kam që kur fëmija ti mundohesh sa ma shumë të japish të mirat dhe të ketë përmisim kur fëmija për herë të parë thot nana, ose baba, ose mësuesja. Ti e shef që ke një përgjigje shumë të mirë që e ke punu deri në atë moment, edhe fëmija kthehet edhe mund të thotë mësuesja edhe të të përqafoje. Është gjëja më e prekse për ne si edukatore. Unë në fakt do të veçoja... Lotët shpërthejnë. Në fakt do të veçoja një nga rastet, në fakt ka shumë rastet të fëmijëve që kanë patur një zhvillim mjaft të mirë në qendër. Por një nga rastet në fakt që do doja të veçoja është në fillim të qendrës na ka ardhur një fëmijë i cilin e kishim përjashtuar nga shkolla për shkak të sjelljes agresive që ai kishte. Ai është një fëmijë me autizëm dhe tani ndjekën klasën e 6 me mësues ndihmës dhe është një fëmijë shumë i shkëlqyer në mësime. Madje ka nga të raste të këtyre fëmijëve që le të themi mësuesit në shkollë thonë, "Okej, këtë kemi më të mirë se sa edhe fëmijët e tjerë që i kemi në klasë." Sigurisht me anë të punës, me anë të përkushtimit të terapistëve, por ky ishte një rast që do të thotë që e kishim përjashtuar në bazë të sjelljeve që ai kishte patur, të qenurit agresiv dhe me nisjen e terapisë, me zhvillimin ton ai u rikthye sërish në shkollë dhe tani ndjekën shkollën në mënyrë të rregullt si të gjithë fëmijët. Elda, në fillim these dhe socializimi është shumë i nevojshëm dhe duhet i pranojmë fëmijët sepse janë pjesë e yna. Si mund të bëhet socializimi sa më i mirë i fëmijëve me aftësi të veçanta? Sigurisht që një punë për shembull e bëni edhe ju, duke bërë të tilla emisione dhe duke thirrur specialistë për sa i përket këtyre çështjeve. Unë do thoja që për të ndikuar tek ta fëmijë, sigurisht punën më të madhe nuk duhet ta bëjnë prindrit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, por prindrit që nuk kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Gjithçka nisën nga aty. Se si le të themi fëmijët e tyre pa probleme duhet i qasë një fëmijë me autizëm apo me një vështirësi tjetër. Të thash që numri gjithmonë është më shumë në rritje, që dashje pa dashje ti patjetër do t'i kesh pjesë e jetës tënde, qoftë në shkollë apo në përditshmëri, edhe pse jo edhe në familje. Nëse nuk e ke ti në familje, mund ta ketë një afërm i jot. Është diçka e pashmangshme. Dhe ajo që do duhet patjetër të bënin është që t'i trajtonin si të gjithë të tjerët, që të mund t'i ndihmonin nëse ata kanë nevojë për një ndihmë, qofshin në shkollë apo në ambiente të tjera jashtë saj. Nurdan, pastaj edhe ty Elda, dua t'ja u bëj nga një pyetje se çfarë do të thotë që personalisht për ju të merreni me fëmijë me aftësi të veçanta nga aspekti yt personal. E para është durimi. Durimi është mbi gjitha për neve, edhe dashuria. Se kur ne zgjedhim këtë drejtim, domethënë është dashuria ndaj atyre fëmijëve. Nëse nuk e ke dashurinë, nuk mund të merresh me ato fëmijë. Unë mendoj se e para e punës e përgjithë është dashuria për fëmijët. Për të gjitha profesionet në fakt duhet ta duash një punë pa ta bësh. Dhe sidomos për këtë që neve kemi zgjedhur të bëjmë. Unë mendoj që kjo është një mision që ti t'i japësh më të mirën tënde tek secili nga fëmijët. Patjetër që siç e tha edhe Nurdani është pjesa e durimit, sepse nëse të gjithë fëmijët le të themi pa problematika mundet ti qasesh në një mënyrë pak më të lehtë, le të themi, tek ta fëmijë sigurisht që shkalla është e dyfishuar, qoftë tek pjesa e të menaxhuar, qoftë tek pjesa të punuar, qoftë edhe mënyra se si ti i dedikohesh, normalisht dyfishohet e gjithë, por dyfishohet edhe dashuria.
që do të thotë nëse ti mund të japësh një lloj dashurie një fëmije pa probleme, tek kjo dyfishohet dashuria në mënyrën se si ata ta kthejnë. Kështu që patjetër që duhet ta duash, duhet t'i përkushtohesh dhe duhet të kesh durimin për ta çuar deri në fund këtë mision që ti e ke marrë përpara. Po çfarë duhet të ndryshohet që këta fëmijë të ndihen të barabartë? Në fakt, do duhet të gjitha institucionet të bëjnë më të mirën e tyre. Qofshin ato të arsimit, qofshin ato qendra ku ndjekin fëmijët terapi, kopshte, shkolla që janë të kryeqëra në bazë të problematikave që ka fëmia. Secili duhet të bëjë anën e tij më të mirë për t'i ardhur në ndihmë familjes në rast të parë, por edhe fëmijës. A ka mungesë të stafit profesional, se e the edhe arsimtarët të ndihmës duhen të jenë të kësaj sfere? Sa ka mjaftueshëm personal? Për sa i përket, unë jam gjenerata e parë e edukimit special dhe mbas meje ka patur pafund të tjerë. Nuk them që nuk ka një staf që mundet t'i përshtatet kësaj problematike. Por unë në fakt aty do të veçoja për shkak se nuk mundet të pranohet gjithkush. Do të thënë, duhet të jesh i specializuar për të punuar me këta fëmijë. Nuk mundet të punoj një mësues matematike të ulet të punoj me një fëmijë me autizëm, sepse ai nuk e njeh lëminë e këtij fëmijës dhe nuk di edhe se si t'i qaset. Do të thënë, prandaj e kisha më tepër për sa i përket mësuesve ndihmës, por që kuadër ka, patjetër, tani ka defektolog, ka logoped, ka psikolog, që do të thotë që mund t'i përshtaten dhe mund t'i kyçesh në problematikat e këtyre fëmijëve, por jo që nuk janë të specializuar dhe nuk janë të fushës që mundesh ti bësh mësues ndihmës për t'i ardhur në ndihmë këtyre fëmijëve. Këtyre fëmijëve, po. A mund të ndihmojnë qytetarët, institucionet, po edhe mediat që kjo temë mos të harrohet? Patjetër, të gjitha bashk duhet të bëjnë më tepër. Okej, ndodhi rasti që para ca muajsh me Kosovën dhe u quan të gjithë dhe folën në aty për autizëm. E kishim edhe një rast në Turqi. Dhe më bëri qefin që e nise që autizmi nuk është një smundje, se unë jam kryqëzuar pafund kur kam dalë dhe kam thënë që shikoni, autizmi nuk është një smundje dhe për aq shkollë sa nuk është smundje, nuk ka një ilaç që mundet ta shërojë. Përmirësohet nëpërmjet anës të terapisë, por që nuk është një smundje. Por që mediat padyshim që kanë bërë një punë të vazhdueshme për sa i përket këtij fenomeni dhe institucionet të tjera, padyshim, por që duhet vazhdohet të bëhet edhe të jetë në, le të themi, në listën e atyre prioriteteve. Sidomos që, siç të thash, që sidomos që autizmi vjen gjithmonë në rritje, deshe apo nuk deshe, patjetër do i kesh pjesë e jetës dhe deshe pa dashje duhet edhe të bësh emisione për këtë, edhe institucionet të bëjnë më. Nurdane, çfarë mesazhi do i jepi atyre që ende nuk e kuptojnë autizmin dhe i shohin ndryshe këta fëmijë? Mesazhi im është që mos ta shihim me paragjykime, po ta shohim me zemër, sepse një hap aq të vogël për ato fëmijë mund të jetë një fitore shumë të madhe, por për ne të jetë një hap shumë të vogël. Ama ata e përjetojnë shumë më të madhe. Krejtë ndryshe, dashuria e tyre dhe emocionet e tyre mund të luajnë dhe variojnë, sigurisht edhe nga sjelljet tona. Elda, një mesazh edhe për prindërit dua të cilët i kanë fëmijët me aftësi të kufizuara apo me autizëm, po ndihen të vetëm, ndihen të neglizhuar, e kanë atë brengën brenda vetes, si do i motivoje që ata të punojnë më shumë, të mos mërziten në aspektin se si sheh bota, apo thjesht? Unë në fakt doja të nisja vetëm pikë pari duhet të pranohet gjendja e fëmijës. Padyshim, ti pa e pranuar vetë gjendjen e fëmijës tënde, nuk mundet askush tjetër të ta pranojë. Gjithçka duhet nisur nga vetja. Kjo pikë pari. E dyta, do doja shumë që prindërit të jenë të bashkuar për sa i përket sfidës që kanë me fëmijën. Dhe padyshim që mos të jenë le të themi mos të ndikohen nga paragjykimet apo nga familjarët pak më të largët, po të jenë të bashkuar për të patur në qendër të vëmendjes fëmijën dhe problematikën që fëmia ka. Padyshim që t'i çojnë në specialistët e duhur për të marrë shërbimin e duhur dhe këtu patjetër duhet të jenë të vëmendshëm se ku i dërgojnë fëmijën dhe të kenë një pasqyrim se çfarë kanë bërë këta për ta dërguar unë fëmijën tim, sepse ndodh shpesh herë që i çojnë në dyert të gabuar.
Patjetër që gjithçka nisën nga vetja duke qenë të bashkuar dhe për të parë më të mirën e fëmijës së tyre. Por ata sigurisht që nuk janë vetëm, ka shumë prindër që janë në të njëjtën situatë, ka shumë prindër që kanë patur rezultate me fëmijët e tyre, që do të thotë, siç thamë edhe më përpara, sa më herë të dërgohet fëmia në terapi, patjetër që ecuria e fëmijës është shumë e mirë dhe maksimale për sa i përket zhvillimit të tij. Dhe të mos të ndihen vetëm, sepse ata sigurisht që nuk janë vetëm. Ka shumë qendra, ka shumë profesionistë që janë aty për ta dhe për fëmijët e tyre për të patur një ecuri të mirë. Dhe një pyetje, pasi që tani më lindi nga përgjigja yte, ndodh që bashkëpunojnë prindërit e fëmijëve mes vete, ndajnë raste, ndajnë situata, ndajnë... Patjetër, në fakt, neve në qendër kemi një rast që padyshim fëmijët nga që janë një orë në terapi kryqëzohen me njëri tjetrin teksa i marrin dhe i sjellin. Sidomos të rasteve të reja, se ata janë akoma në atë sikletin e tyre, si do jetë zhvillimi i fëmijëve të tyre. Dhe sigurisht kur bashkëbisedojnë me prindërit e tjerë që kanë vite në qendër që i sjellin fëmijët dhe kanë parë ecurinë e fëmijës, edhe normalisht kanë komunikim me njëri tjetrin. Ne kemi patur raste për shembull të fëmijëve që për shembull ka fëmijë që nuk kanë ngrënë 4-5 ushqime të caktuara dhe ndërkohë duke biseduar me prindërit, po fëmia imi i ka ngrënë këtu në qendër, domethënë nuk i ka ngrënë në shtëpi. Japin këshilla, domethënë janë aty njëri për tjetrin. Patjetër, qoftë për ndonjë ndihmë sociale, qoftë për ndonjë shkollë të caktuar kur mund ta dërgosh fëmijën, qoftë se si ka reaguar fëmia e tij, se si mund ta ndihmoj fëmijën e dikujt tjetër, padyshim që janë aty për të komunikuar dhe për t'i dhënë një ndihmë dhe një anë emocionale më të mirë prindërve, sidomos këtyre prindërve të ri. Vjen shumë mirë për këtë gjë. Unë ju falemnderit shumë që të dyjave që ishit pjesë e emisionit tonë. Besoj, vlerësoj dhe jam e bindur se zëri nuk do shuhet kurrë. Ne jemi këtu me dyjar hapur gjithmonë për të mirën e fëmijëve, për të mirën e atyre që kanë nevojë për ne dhe për të ngritur zërin për çështjet e cilat janë shumë. Unë falenderoj shumë për ftesën edhe ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.